pyesja për konceptin e dashurisë, në fakt. Ti vetë si e shikon pas shumë vitesh? Dashuria. Kompleks do të thosha. Nuk kam vënë re. Kam vënë re shumë forma, nuanca që merr dashuria, sa që do më ishte pak e vështirë ta përkufizoja sot. Mbase kur isha e re mund të isha më absolute ke idetë e mia. Por kam parë versione të ndryshme. Kam parë çifte të ulur në divan që nuk flasin as pak për dashurinë, por që mbas le të themi 30-40 minutash tek merr historikun e tyre ti kupton që mes tyre ka shumë dashuri, thjesht nuk e shprehin për publikun, le të themi. Kanë mënyrën e tyre që i komunikojnë njëri tjetrit që unë do jem aty për ty, çfarëdo që të ndodhi. Sado që të më kesh ngritur nervat, sado që të më kesh nxehur, sado që të më kesh shkënjyer, sado që të zgjohesh jo e bukur atë ditë, unë do jem aty për ty. Ka njerëz që e kanë këta lidhje apo aftësi me njëri tjetrin, ka dhe njerëz që thonë fjalë shumë të bukura që nuk vlen të nesërmen apo diçka tjetër. Ky podcast është prodhim i Onovos.